Jemi rikthyer në pjesën e dytë ku do të flasim për një temë shumë aktuale që ka të bëjë me ngjarjen e Fierit, ku një 17 vjeçare u dhunua nga 3 vajza 15 vjeçare pas një konflikti banal, siç u raportua në media, që ka rikthyer një vëmendje për të disa të herë debatin mbi mënyrën se si po rritet breziri në ndikimin e familjes, shkollës dhe rrjeteve sociale. Pamjet u publikuan në rrjete të filmuara nga njëra prej tyre tregojnë viktimën e dhunës duke u goditur me shuplaka dhe grushte, ndërsa vajzat filmonin dëgjohet edhe duke i nxitur të vazhdojnë. Njëra prej autorëve të kësaj dhune u la në burg nga gjykata një ditë më parë, ndërsa 2 të tjerat arrest në shtëpi, dhe e treta shtrim në psikiatri. Pasi rezultoi me probleme të shëndetit mendor. Çfarë po ndodh me adoleshentët shqiptar? Për të analizuar këtë fenomen, sot në studio kam ekspertin e arsimit Ndriçim Mehmeti, aktivisten Jacqueline Lekatari, dhe pas pak do të kemi në lidhje direkte zotin Altin Hazizaj. Kënaqësi që ju kam të ftuar sot. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Për ta nisur këtë temë, diskutimi ka ishte përfolur kohët e fundit, nisur nga rasti i Fierit. Edhe rastet e tjera të raportuara, çfarë po tregon ky fenomen për mënyrën se si po rriten sot adoleshentët në Shqipëri? Kujt po janë drejton? Të dy, kjo është për të dy. Juve. Ekspertit. Po është një fenomen i rënd. Shiko, nëse i kthehemi historisë këtyre nuk është herë e parë, nuk e di pse nuk ka vënë mend njeri. Ndoshta është harruar tani, po ju kujtohet ju rasti i shkollës Rilindja në Kavaj? Po. Ku këta kishin vajtur 13 vjeç me një bindje kriminale, e kishin filmuar dhe i bënin shantazh. Jo vetëm që s'morën masa, po ne tha me këto bëjmë filma. Organizova një protest për atë rast. Në atë kohë është organizuar një protest, edhe unë kam marrë pjesë, zoti Aziza te do Ministrinë e Arsimit, që kemi kërkuar dorëheqje. Po, proteste hershme Kemi aty. Kemi pasur. Dhe as e ka vrarë mendje njeri që të pajtë të thotë ore, kush është? Po kapim me që kam Jacqueline, po kapim Jacqueline si punojse sociale i thebi se çfarë ndodhi atje. Atje ndodhi që atë vajzën e kuptoi djali sanitares së shkollës. Po s'kishte mësues atje? Unë kam punuar mësues për vite me radhë. Si se kuptoi janë kur ti vije mërzitur? Do të pyesja çka ke? Dinin të gjithë. Po çka ke? Po pse ke ardhur? Pse je mërzitur? Këta e dinin, domethënë, është si ajo që ai thoshte në fshat do ta vras Ndriçimin dhe këta i thoshin, "Ha mos se vret." Kur e vrau tha, "O, po pse me vërtet kishte kyt?" Nëse dim që kishte me të vërtetë ta. Rasti tjetër, më skandaloz, nëse u mbahet mend, tek shkolla Nysberisht. Ju kujtohet 1 kilometër që këto bënin tifozllëk. Dhe i thosh i bjeri, shkuli flokët, dërmoje. E njëjtja është dhe tani. Do të thotë kjo nuk është rast dhune banale. Ju e thatë gabim. Jo vetëm po të paramenduara, sepse një njeri që filmon dhe tjetri që i thot jepi, domethënë kur shkojnë në protestë, unë dhe Zhaku, shkojnë me një qëllim, heshtim apo flasim s'ka, po ama ne jemi atje me një qëllim të caktuar, nuk është se rastësisht u gjendën në protestë, edhe hama se parim tani po mbështesim ta fakirët. Jo, ata vajtën aty dhe i thanë bjeri, bëj pra, ti ke një mentalitet dhe po ju përsëris që ishe shumë e dhimbshme tani që e them, më ngjetet mishi, po vija, ishte një grup, më i madh ishte klasa e 8. Dhe këta ishte klasa e 4 dhe kështu i thoshte, shisha ishte e mirë, thoshte, më kanë thënë dhe ashashi. E kanë provuar, thoshte, ky klasë e 8. Është shumë i mirë, thoshte. Do me thënë ky klasë e 4, kishte provuar shisha. Pse? Sepse shkolla tona, në vend që ta hapen tani dhe të mbledhin nxënësit, e të merren me vizatim, me piktur, me edukat atje, të presin një aktivist, të flasin një aktivist, si e ka çarë jetën ai? Pse ai ka dalë? Pse është ai kontrovers për shembull në gjimnaz? Se gjimnazi mund ta kuptoj. Nuk e kupton Zhakun, për shembull se po marr Zhakun që është këtu, apo Ndriçimin se kuptojnë ata që është 9 vjeçare, po ai gjimnazit e kupton. I bën ja 2 pyetje, i thot moj zonjë, apo zonjë është tipë duke sikur ja fut kot tek ajo dhe kjo i thot mundet t'ja fut kot, po unë kshu e shoh botën. Po ti si e sheh botën? Pra hajde diskutojmë. Këtu ka humbur diskutimi dhe debati. Këtu fillimi dhe fundi muhabetit të shkuri. Marim hurin edhe i bjem dhe e vëm në udot. Dhe tani krejt pa pritur, ti më thua shtrova në spital psikiatrik. Ore, po nuk ka pas një mësues që ta ketë para aty më? Se të bën lëvizja të çuditshme. E ka, i thua çake, pse lëviz? Pse i ha thonjë për shembull, se duket që njeriu është në nevrastenik, ka një problem, ka një hall, kruan qafën, më falë që po bëj kështu veprime, pra ka një problem ky fëmijë. Këtu nuk funksionon. Dhe ti çfarë bëre? Ti e ke bërë shkollën
më keq se një institucionet e bashkisë, nuk dua të futem në politikë, po ta them, çfarë ke ti në shkollë? Ke 1 drejtor, 2 nëndrejtor, 3 oficer të sigurisë, 4 psikolog, 5 punojës social, 6 ke koordinatorin për karierën, 7 ke për cilësinë. Ore, po çfarë po bëhet? Pra po themi që është i gjithë ky staf i ndërtuar, nuk flet për pjesën. Mbase nuk e di sa ka arritur Jacqueline apo unë kam arritur, u bë si në kohën e Enverit që më shumë kishte kryetar fronti, sekretar partie këta, edhe se sa punonjës të shkret që punonin, dhe punonin këta dhe thoshin atë, punojnë qorat anorat. Dhe ky ne arritëm pra në një tërësi kështu. Mos të kuptoj, po ne tani kuptojmë në pallat kush kalon ka halla, po të duam ta kuptojmë. E si s'kuptoj ke ti në shkollë. Dhe ky është problemi që mua më tmeron. Nuk është puna që më mërzit. Jemi në kushtet që na tmeron, duhet ta themi hapur. Na tmeron se unë nuk e di. Mund të dalim unë e kjo në pallati, ngrihet kjo se ti thua shtrova në spital psikiatrik. Pyetja ime është e thjeshtë, për t'ia lënë atje se mora ndoshta më shumë kohë. Ore, po se kur të ditë edhe na i fuste me një hu pas kokën e ajo. Edhe të thoshte, jam e smurur thoshte. Jam e smurur. E mitur 1. Ti nuk vepron dot sepse ajo është i mitur. I mitur 1. E smur 2. Një gang, një band të miturisht, me fusi art të fortë, të ftohta, që të dalin rrugën, po edhe nuk e di të kërkojnë para, të kërkojnë kuletën. Ti nuk vepron dot, nuk bën dot asgjë se ata janë të mitur. Ore si thonë në gjuhë popullore të degenerojnë në atë mënyrë që ti thua s'kam asgjë. Dhe ai të vret dhe përgjegjësia ku ti bie? Pyetja. Atëherë kemi në linjë edhe zotin Altin, që do të lidhemi për pak. Altin, përshëndetje, kënaqësi që të kam të ftuar në këtë lidhje. Gjithashtu përshëndetje dhe përshëndesje edhe dhe themi Zhakun edhe bashkëforësit në këtë program. Ç'kemi ti si? Mirë fare Zhaku. Atëherë, tani do t'ja jap linjën pak Zhakut në fakt, sepse po bënim një diskutim në lidhje me rastin adoleshentëve të Fierit, ku për pak e ndërpreva, po pastaj do të kalojmë tek ti Zhaku për të vazhduar iden ku e ndalëm për pak. Unë e shoh si një konglomerat faktorësh që ndikojnë në këtë sëmundje të madhe sociale që ne po përjetojmë. Sigurisht e paralajmëruar, sepse nuk ndodhi papritur që këto problemet sociale të Shqipërisë janë kaq të dukshme dhe tashmë janë të shpërndara dhe në shtresa të cilat duhet ishin pak më të pastra dhe pak më larg fenomeneve negative. Unë fajtorin kryesor e gjej te sistemi dhe tek institucionet. Po, patjetër, prindi dhe familja janë baza ku ne marrim edukatën, por sistemi në të cilin jeton e bën të pamundur që prindrit të jenë njëkohësisht duke punuar dhe duke u kujdesur 24/7 për fëmijët e tyre. Teknologjia dhe një metodë re komunikimi, e cila ka bërë që edhe ne vetë, por edhe fëmijët të komodifikohen dhe të jenë produkti që shitet dhe klikohet. Mungesa e njohurive që kanë prindrit për sa i përket kësaj metode të re komunikimi dhe kësaj bote virtuale ku të rinjt jetojnë, është gjithashtu një faktor që ndikon. Mediat, mënyra se si mediat raportojnë dhe modelet që mediat ushqejnë dhe shpallin si të suksesshme, si modele të suksesshme, bëjnë që këto modele të dhunshme dhe me sjellje antishoqërore të imitohen nga të gjitha shtresat, sidomos nga shtresat e të miturve. Mungesa e strategjive dhe e vullnetit të institucioneve për të krijuar politika të cilat merren posaçërisht me fëmijët dhe me adoleshentët, me përfshirjen e adoleshentëve në jetën publike, me përfshirjen e adoleshentëve qoftë në vendimmarrje, bëjnë që situata të jetë kjo që është, bëjnë që në qytete si Fieri të kemi 100 të mitur të ndaluar nga policia, bëjnë që në 5 vitet e fundit të kemi 5 adoleshentë të cilët kanë vrarë njëri tjetrin me armë të ftohta, bëjnë që
2 ngjarje në javë, sot kemi një tjetër ngjarje e cila ka ndodhur në Maqedoni, shumë paralele me ngjarjen e Fierit, ku një grup vajzash dhunojnë verbalisht dhe fizikisht një tjetër shoqe të tyre për motive të dobta. Kështu që këto janë këmbana alarmi dhe janë këmbana alarmi të cilat, me thënë të drejtën, po mohohen dhe po injorohen nga ata që kanë pushtetin, nga ata që marrin vendime, nga ata që bëjnë ligje dhe nga ata që kanë edhe një pjesë të lirisë tonë, sepse njeriu me sistemin bën një kontratë sociale dhe i gjithë sistemi, shteti, qeveria, institucionet patjetër që marrin një pjesë të lirisë tonë për të shërbyer si rregulator. Të gjitha hallkat që përmendi eksperti i arsimit këtu i nderuar nuk kanë funksionuar. Pra, mësueset në shkollë, institucionet shkollore, institucioni nuk ka funksionuar. Psikologu i shkollës nuk ka funksionuar. Punojësi social nuk ka funksionuar. Punojësi social pranë bashkisë nuk ka funksionuar. Prindi, me sa duket, nuk ka njohuritë e duhura ku për t'i dhënë ndihmë fëmijës së vet, por qoftë edhe për të kërkuar ndihmë në institucione të ndryshme. Por edhe nëse prindi kërkon ndihmë, a përgjigjen institucionet dhe i kemi neve mjetet e duhura dhe burimet e duhura për t'ju përgjigjur. Për shembull, këto 2 vajza kanë probleme të shëndetit mendor. A kemi ne institucione ku të miturit që kanë probleme me shëndetin mendor të qëndrojnë për një kohë të gjatë? Burgun. Nuk kemi. Burgun. Nuk Shko në kemi. burg. Kështu që faj i gjithë kësaj situate, edhe diçka tjetër dhe do ta mbyll. Një narrativ tjetër që kam dëgjuar, që dëgjoj shpesh nëpër media, sidomos nga analistët e ndryshëm të emisioneve prime time, është ky fajsimi i të rinjve për mënyrën se si ato po zhvillohen, po rriten, po shfaqen, po komunikojnë. Dua t'i them diçka të gjithë këtyre, vet jam 44 vjeç, po të gjithë atyre që janë pak më lart se sa unë, që kanë më shumë eksperiencë jetësore dhe që kanë më shumë hapësirë për të shprehur, për të analizuar, për t'i dhënë disa direktiva shoqërisë dhe për të ndikuar në opinionin publik. Nëse gjeneratat e reja dështojnë, dështimi nuk mund t'ja atashojmë atyre, por fatkeqësisht do ta marrim ne mbi shpatullat tona. Është përgjegjësia e gjeneratave që vinë më përpara që të krijojnë kushte që gjeneratat e reja të rinë, të rriten të shëndetshëm, të rriten pa dhunuar njëri tjetrin dhe të rriten duke mos menduar që dhuna dhe pasurimi i shpejt janë modele suksesi. Duke mos menduar që shitja e vetes apo pasurimi i shpejt është i vetmi model suksesi që ekziston. Përgjegjësia, më vjen keq, është e gjitha jo. Edhe në anë institucionale, por edhe nga ana private si qytetar të këtij vendi. Sa herë që ne heshtim dhe sa herë që ne mohojmë realitetin, ne kemi bërë një zgjedhje. Kot një shtesë të vogël, me që ishte kjo e Zhakut që tha, ore të pyesim kot 100 veta janë futur brenda në tje, kjo 2024, nuk shqetëson njëri kjo shifra. Kjo një MF-ja, se ka një që quhet një MF, njësia për mbrojtjen e fëmijëve. Këta për të marrë lekët janë apo për çfarë? Po, ja për të kaluar edhe pak te Altinës se çfarë mendimi kanë lidhje me këtë situatë. Një MF-ja e famshme. Altin, më fal, ta them edhe një gjë tjetër Altin, se kam edhe një kritik të fundit që duhet ta them patjetër. Qarku i Fierit ka 15 deputet. Ku janë deputetët e qarkut të Fierit? Pse asnjë nga deputetët e qarkut të Fierit? Ata bëjnë video kush i shan ata? Ata bëjnë video merren kush merret me murin tim, po pse me këtë do merrem unë? Kush merret me murin tim? Deputetët e qarkut të Fierit po le të merret. Nuk janë në Fier për të zgjidhur situatën, për të interesuar, për të kuptuar se ku është problematika dhe për të dhënë një zgjidhje. Ata merren me murin kush i thot dhe pse i thot. Dhe më fal ta mbaroj se mos i marr edhe kohën Altinit dhe kjo situatë ka dhe prapa skena të tjera, duke parë që një polic u pushua, nuk u pushua nga puna, po u pezullua pa ditur se kur do të kthehet, duke parë që kishte kryer marrëdhënie të nuk e dim ça tipi me njërin nga vajzat që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje, jo ajo që ishte e mitur, ajo që ishte në moshë madhore, dhe një zonjë nderuar, një tjetër gazetare në Fier, ka insinuar që të gjitha këto vajza janë gjithashtu pjesë e një grupi të strukturuar kriminal dhe patjetër që mund të përdoren nga grupe të strukturuara kriminale. Sikurse përdoren këto vajza për arsye të dyshimta që nuk po rri këtu të insinuoj, njësoj përdoren dhe djemtë e rinj
po për arsye të dyshimta që unë nuk po rri këtu të citoj. Kështu që duhet që institucionet të bëjnë punën e tyre, se ne problemet i kemi identifikuar, duhet adresuar zgjedhja tani, këtu jemi. Po, do ndalemi dhe pas Falë kjo Altina, pjesë. nuk do flasme. Çfarë komenti ke për të në lidhje me situatën e Fierit? Unë desha thosha që në fakt situata tani ajo që ka ndodhur, jemi të gjithë koshient. Çfarë më bëri mua përshtypje është komplikimi i situatës, sepse pjesë e çështjes u bë dhe një punonjës policie i cili ishte vendosur në kontakt papërshtatshëm me vajzat dhe pastaj rezultoi që në fakt ato i kishin në fakt 2 nga vajzat ose 3 kishin bërë presion, pra kishin bërë edhe punonjës e policisë pjesë të një organizimi ose një grupi të organizuar. Për mua, dhe dua të them pak për këtë, më thënë, për punonjësit publik në Shqipëri duket shumë e lehtë, do të shkaq e lehtë për të shkelur ligjin. Kesh një punonjës policie që ka për detyrë të mbrojë viktimat dhe brenda 1 sekonde tradhton profesionin, karrierën dhe ndërkohë haron dhe viktimën dhe bëhet pjesë e grupit organizuar që dëmtonte viktimën, për mua kjo ishte do thosha pjesa më e papritur. Në qoftë do i referohemi pak çështjes tani, do të thënë, bulizmi midis fëmijëve, adoleshentëve nuk është një fenomen i ri, është një fenomen i ditur. Ajo që të bën përshtypje dhe këtu do të bie dakord me Zhakun, ka të bëjë me faktin që pse ka kaq shumë mungesë të investimeve nga ana e bashkive për fëmijë dhe për të rinj në Shqipëri. Fieri është një qytet i madh, pra nuk është një qytet i varfër, dhe ndërkohë pyetja që unë kam dhe diskutimi që unë dua të bëj është pse në Fier mungojnë shërbimet bazë për fëmijët. Çfarë do të bëjë konkretisht bashkia në këtë rast? Po jo, se përmendi zotëria shko po më fon ose një më fon. Një më e Fierit është një person i vetëm. Një person i vetëm që duhet merret me 350.000 minimumi banor që ka Fieri, nga të cilët 25%, 20-25% e tyre i thonë janë fëmijë. Ai që do thotë në total i thonë diku le të themi midis 50 e 70.000 atyre personave që jetojnë në Fier janë fëmijë dhe adoleshentë. Një person i vetëm që të merret me këtë numër të madh fëmijësh është e paimagjinueshme. Po ta bëjnë 7, më të heqin 5 patronazhistë që marrin lekët kota dhe ti vën atje. S'është ky diskutimi. Por derisa ti e bën një njësi, po i thua njësi, bëj njësi ose mbyll e fare, lere. S'kemi njësi, s'kemi. Në premtimet elektorale janë bërë. Po pra. Përgjegjësia duhet jetë e tillë që mos zgjidhet asnjë kryetar bashkie, mos votohet asnjë kryetar bashkie, mos qëndrojë në këmbë asnjë kryetar bashkie që nuk investon sa duhet për fëmijë dhe për adoleshentë. Në fund të ditës, prindërit e kanë votuar kryetarin e bashkisë në Fier dhe po ata prindër presin që kryetari i bashkisë t'i ofrojë shërbime për fëmijët që janë inekzistente. Kështu që ajo që vlen sot është më shumë diskutimi politik sesa diskutimi ngjarjes. Në qoftë se investohet për shërbime të ndërhyrjes së hershme, fëmia, unë nuk pres që fëmia të shkojë 17 vjeç, edhe të pastaj po them thonë që të ka vënë me presh në duar pra duke dhunuar një fëmijë tjetër. Dhunimi i një fëmie nga një fëmijë tjetër fillon që në kopësht. Çfarë shërbime kemi ne për fëmijët në kopësht që dhunojnë fëmijë të tjerë? Asnjë. Çfarë fëmijësh kemi neve për fëmijët që ja fillojnë shkollën në klasë të parë? S'kemi shërbim për asgjë, s'kemi asgjë. T'ja nisim nga gjërat që kemi. T'ja nisim nga gjërat që kemi. Një që janë në situata ekstreme. Zhaku për shembull, cilat janë për viktimat e dhunës. Është ironike pra. Po jo mos në këtë, më thënë, pyetja esenciale sot është seriozisht pse kryetarët e bashkive, antarët e Këshillit Bashkiak, pra bashkitë ndërsi, gjitha njerëz që paguajnë nga taksat tona vendore, s'po them nga qeveria, nga taksat tona vendore. Pse nuk hapin shërbime publike, shërbime shoqërore për fëmijët, për të rinj, për çdo që ka nevojë për shërbime në funditës. Po nuk kanë fitim ato do thonë, nuk kanë fitim ato, s'ka tender ato. Shoqërore nuk të kthejnë para. S'bën tender, sfiton gjë me ato. Ju e dini më mirë se mua, Altin që ne paguajmë, paguajmë një taksën se u bë përhershme taksa tani. Ishte e përkohshme taksa? A u bë përhershme? U bë përhershme. A ka njëri të na thot 35 milionë euro ku shkon? Se Bashkia e Tiranës është më e fuqishmja.
Është më e fuqishme Bashkia e Tiranës. Bien dakord tu, po. U vraj djali se kupton njëri dhe shikon me çfarë lehtësie. Ajo që thatë ju, këtu institucione ka një lehtësi shumë madhe. Thotë e zgjidha unë, thotë se i takova në korridor, thotë oficeri i sigurisë, i dhan dorën njëri tjetrit dhe më thanë që nuk zihemi më. Ore, ç'është ky muhabet lagje është ky tani? Muhabet lagje, pedi ndonjë oficer të sigurisë se këta thanë, dorisim sigurinë, thanë duke shtuar 360 oficer. 360 oficer me një pagë 750.000 lek në muaj. Më falë, ku shkojnë këto lek tani? Si justifikojnë këto milionat e eurove? Ashtuam neve, sepse ka qenë vetë, po e përsëris dhe njerë, Altini e ka bërë i pari protestën për vajzën në Kavaj. Kemi qenë aty, është shumë. Protesta e pa. Mori njeri, ore nuk tha njeri, po shkarkojnë drejtoreshën. Minimumi. Po shkarkojnë drejtoreshën. Dhe po fillojnë një jetim. Se dhe ky polici që thot se po i referojmë Altini. Drejtori i rajonit të policisë, jo pezulloj polici. Po është e sigurt që ky, po ky se do kthehet polici pezulluar. Jo, ai do bëhet drejtor, se nuk është për të kthehet. Unë kam thënë që do bëhet drejtor. Ai do bëhet drejtor. Ky është halli më i madh. Sepse po e pe këtu me kujdes. Zhaku, ti kur vemi ne në protesta, vemi ne. Kur keni dalë në protesta juve, vjen Altini dhe vin 17 policë që zën derën e ministrisë. Se çfarë do bëjnë këta s'bëjnë asgjë. Përveç se kanë fjalën. Kur vjen puna që të gjesh një polic që të vinë në ndihmë fëmijëve nuk vjen. Ore, ju mbahet me që tha i referohen Altin më fal se ke problem të referohem me emër, ë? Jo, fare. Ju që tha sa e shkel polici po mësuesi. Ju kujtohet mësuesi që kishte bërë grup në Korçë me grup WhatsApp-i me vajza dhe ngacmon. Mësuesi. Dhe mësuesi ditë la kuriq edhe me godën e birës. E kuptoti tash ku jemi degeneruar neve? Në çfarë mase? A mund të dal, më tregon një foto, mua më vjen zor, sinqerisht, për të kaluar tek etika. I kam thënë ja 2 studentë të mia, i kam thënë shiko, se jeni drejtoresha, mundoni që në plazh majni për vetë ato foto. Se tek fëmijët, po përfaqëson një institucion. Sepse përfaqëson institucionin e mësuesit thjesht të jesh. Duhet ta kesh etikën në nivele më të larta si një qytetar i thjeshtë. Po besoj e din, ne që jemi këtu në studio, e diti pse ka ikur një mësuese në Zvicër. Se e kapën në fundjavë, kishte marrë një gotë me 2 verë siç e kanë ata dhe këto me birë, dhe i tha në shkelje etike. Shko vajzë, se ti s'mund të edukosh brezin këtu. Ne po flasim tani futet polici dhe i fut në lojë të gjithë dhe i përgatis se si të filmoni. Ai tjetri thot i përgatis ja unë thot se ishin talente mësuesi me kanatiere, 7 tatuazhe mësuesi që nuk kanë ndonjë gjë të kesh tatuazhe. Po pra kam edhe unë. Po fare, po ju nuk keni person që keni përgjegjësi për edukimin e nxënësit. Ju nuk keni përgjegjësi morale dhe jo, unë përgjegjësi morale kam, po ja për shembull unë për të respektuar ambientin sot kam veshur një fëmijësh. Po pra, po ju s'mund të veni gjysmë lakurish në shkollë. Jo. Dhe pastaj të më thoni mua, ka një kod. Ama mos se s'ka problem thot. Ka një kod, duhet të ketë një kod. Ore, ka që vështirë që nga se shkolla fillon që na kofshi që tham, ka që vështirë është t'i bëjmë me uniformë ne? Po jo mos është e vështirë, nuk ka vullnet pra. Po kur shkon tek shkolla, po te shkolla private pse e ke uniformën ti? Ose edhe nëse ka uniforma nuk respektohen, nuk kërkohet, nuk ka llogaridhënia, nuk është në nivele aq të larta. Ja kushtë se po marr përsëri Altinin, e ka ftuar ndonjë ti thotë ore, na ka ndodhur këto gjëra, ke ndonjë fare ekspertizë ti me zotni, me që merresh me këtë punë? Ka, si jo. Do na tregosh ndonjë gjë se si të bëjmë? Jo, thotë ai se afron atë te dera ai. Se thotë më prish punë ky thotë. Ç'më duhet mua na ky smart lekun? Smart lekun thot na ky. Ti bën një shkollë atje, e lë shkollën ish 11 janari e lë aty. Dhe e bën më të vogël se ç'ishte. Etj. Dhe këtu s'flet njeri. Dhe këtu thon. Pra ajo që tha unë i bashkoj me Altinit, ore, këta prindër që e kanë votuar, nuk ti thon or zotri, po na vriten more. Sepse në Fier nuk është kjo. Në Fier ndodhi edhe në Elbasan. Ndodhi vrasja e një fëmie, të kujtohet që u mbyt një fëmijë, se gjunaf që po e përmendim. Dhe ja hodhën edukatores. E mbërthyen atë edukatoren, tek polici nuk flet njëri. E mbërthyen e futën brenda, e haruan në burg atë. I shkatruan jetën atje se si ishte e fejuar, u shkatrua etj. Në Fier u vra në mes të sheshit djali sportist 19 vjeç. Në Fier doli rasti që u elmuan fëmijët brenda dhe u tha ishte mësuesja shtatzë. Në Fier kjo tani, ç'është Fieri Palermo? Edhe në Elbasan ka probleme. Për të ndalur pak tek kjo kam informacione në Elbasan që të rinjtë e Elbasanit përdoren nga këto grupet kriminale. Po në Shkodër.
Edhe Shkodra është edhe më keq. Si mendoni Zeqineja që ka ndërhyrë në çdo rast? Duhet kishte komentuar diçka në lidhje me këtë temë? Tani lutem. Është se edhe në neveritë. Se ne vetëm dalim në për emisione dhe vetëm përsëritemi. Për shembull, unë në këtë gjatë kësaj jave, ky është emisioni i dytë ku po flas për këtë ngjarje. Dhe bashkë me Altinin nuk e di në sa emisione të tjera kemi qenë së bashku ndër vite, duke e parë qoftë edhe këtë dalje televizive si një mënyrë, si një lloj kontributi që ne japim për të informuar shoqërinë, se roli jonë është informues, nuk është edukues, edukimi është diçka tjetër. Dhe vika një moment që ty po të neveritet vetja, sepse fjalët e tua janë një tautologji absurde dhe ata që kanë diçka në dorë janë komplet indiferent dhe nuk çfarë na pengon kanë rrezën e veprimit tek problematikat reale. Dhe është e vërtetë, domethënë që problemet sociale nuk i sjellin para buxhetit të shtetit. Përkundrazi vetëm i marrim. Prandaj ne problemet sociale mendojmë që nuk i kemi, i injorojmë dhe nuk investojmë jo vetëm në çështje sociale, po në edukim, në shkencë, në arsim. Kur bën shkollën, thot njëri për shembull që shkolla ka këtë mjedis ka bibliotekën edhe vendin dhomën e psikologut. Jo, thot, janë bërë 7 klasa, 5 banjo, 14 të reja. Pse se ato janë lek. Flet njëri, as laborator brenda. A ka vënë vizatimia, am të tash. Dhe për atë të fundit që se ne kemi ja marrim monopolin në Altini dhe i kërkojnë ndjes. Dëgjove sot se po dëgjoja parlamentin. Unë e dëgjoj, se ti e thon se dëgjoj, e dëgjoj. Dëgjoj se duhet patur durim. Atje, dëgjove ndonjëri që të fliske? Asnjë. Jo. O mblodh gjë komisioni edukimit urgjentisht dhe ti kërkonte ministrit të brendshëm të gjithë vrasje në 5 ditët e fundit. Janë vrarë 2 gra në 5 ditët e fundit dhe asnjë nuk ka thënë asgjë. Stop me boll. Boll, hajtë flasim mirë për të. Njëra u vratë dera shtëpisë, tjetra u therr po te dera shtëpisë, dhe askush nuk ka thënë asgjë. Çfarë do flasi Zeqineja? Zeqineja shet biletash, koncertesh. Por komisioni edukimi, hajde ulemi. Ajo është menaxhere koncerti. Edukimi duhet të jesh i edukuar. Atëherë për të kaluar edhe pak tek Altini. Altini, çfarë reagimi mendon që duhet bëjmë për të zgjidhur këtë lloj situate që jemi aktualisht? Se unë jam në limit kohësi, më nga që duhet ndjek një aktivitet tjetër, po para mendoj që ky mundi im i Zhakut dhe shumë profesionistët të tjerë ja vlen, sidoqoftë Zhaku, mos gënjeni kaq tjerë. Patjetër. Shiko, ajo që unë mendoj është që ne duhet i bëjmë thirrje qytetarëve që të fillojnë kërkojnë llogari, siç po kërkojnë llogari shumë të rinj të reja që janë çdo ditë në protest. Është një thirrje në fakt për qytetarët që në qoftë se sot ne nuk çohemi kërkojmë llogari për investimet tona, për lekët tona, për mundin tonë si qytetar, askush do kujtohet për fëmijët tanë asnjëherë. Kështu që vitin e ardhshëm ka zgjedhje vendore, qytetarët të fillojnë të mendojnë seriozisht kush është ky person që unë po ja votën dhe çfarë sjell për fëmijët e mi, për jetën time, për qytetin tim, pra për këto. Në lidhje me rastin, ajo që unë në fakt unë dua të them është që çdo rast që ndodh, ose nuk është rasti i parë, Zhaku tha janë 5 të rinj, por në fakt janë 6 të rinj që kanë vrarë të rinj të tjerë, pra adoleshentë që vrasin adoleshentë. Ajo që në fakt ne kemi nevojë është një analizë e plot pse ndodhin të gjitha këto raste. Dhe unë e thash pak më përpara, më kot i mëshova faktit që ndërhyrja nuk bëhet kur personi ka vajtur 6-17 apo 18 kur përfundon burg. Ajo është finale, ka marrë fund pasaj gjëja. Ndërhyrja duhet bërë që në kopësht. Dhe unë shpresoj në fakt që i gjithë kjo kërkesa dhe këto presioni që Bashkimi Evropian për shkak sepse ne kemi kërkuar të bëjmë antar, se na kanë kërkuar ata, ta përdorim të gjithë si një forcë pozitive për të arritur ato standarde që qytetarët evropianë sot i kanë garantuara. Dhe unë mendoj që një ndër këto standarde ka për të qenë, e ka vendosur Bashkimi Evropian, do ta themi, te raporti final që bën për antarësimin e Shqipërisë, e ka vendosur dhuna ndaj fëmijëve i kërkojnë Shqipërisë që të marrë masa nga më të ndryshmet dhe urgjente për atë punë në lidhje me eliminimin e dhunës ndaj fëmijëve. Dhe për mua të paktën në punën tonë të përditshme, këto janë ato çengela që jemi neve në sensin që të ulemi, të punojmë dhe të japim modelet më të mira,
atyre institucioneve, sepse ka dhe një gjë. Qeveria ka premtuar 2030 që Shqipëria do bëhet vend i BE-s. Nëse nuk bëhet, do thotë që automatikisht kjo qeveri është e humbur. Kështu që ne kemi për detyrë që deri në 2030 që të gjithë shpresojnë Shqipëria të bëhet BE, të japim ndihmën maksimale sigurisht për të arritur këto standarde. Nëse nuk e arrim, humbja më e madhe është e qytetarëve, por pa diskutim është edhe një humbje e madhe për një qeveri që e ka kthyer në le themi temë qendrore çështjen e antarësisë në Bashkimin Evropian. Pak të nuk të shikoj si le themi një plan afat shkurt afat mesëm, ose në plan afat gjatë janë shumë masa që duhen marrë. Dhe masa më e madhe besoj unë është të ndryshojmë mentalitetin tonë për sa i përket dhunës. Ne për gjë më të vogël përfundojmë te dhuna. Sepse jemi një shoqëri e dhunshme, jemi një shoqëri që sjell dhunë, gjeneron dhunë, por ndërkohë nuk fokusohemi te komunikimi verbal, civil, pa u lëritur, pa thirrur e këta diun se çfarë. Kjo ka nevojë të edukohet dhe kjo kërkon gjenerata, nuk bëhet brenda ditës që të bëjmë gjithë sjellshëm. Në rastin e thirrjes të dhuna u publikua nga vetë autorët. Çfarë tregon kjo për mënyrën se si disa të rinj e perceptojnë dhunën? Nuk e dim nëse është postuar nga ato autorët. Vetë një koment se do duhet të largohet. Jo, vetë kanë xhiruar, por nuk e dim në media, në rrjetet sociale nga arriti, si arriti kush është përndajur, sa mund ta ketë bërë dhe policia. Ajo mund të ketë rrjetur nga të gjitha. Ju e mbani mend edhe një skandal tjetër që unë nuk dua të tani se ka emra, që u publikuan në prokuroria. Ishte akoma më rënd. Se këtu po të Altin më falë se prapë edhe kjo vepër penale është shpërndarja. Altini do të largohet. Kemi bisedën tek Altini edhe për këtë. Mos harroni një gjë për të thyer pak përgjigje. Dhuna është normalizuar midis adoleshentëve. Videot janë trofeu. Është trofeu video. Standard ai. Shikoni Altinin duke dhunuar X për mos e dorëzoni. O Altin, po është normale që do kthehet në standard nëse të gjitha emisionet më të ndjekura nga të rinj dhe adoleshentët kanë modele të dhune dhe këto modelet e dhunës në fund shpallen si modele suksesi. Dhe ushqehet ky lloj modeli, ushqehet që të qëndrojë lart dhe në momentin që ky modeli goditet nga pjesa tjetër e shoqërisë që refuzon dhunën, atëherë kjo pjesë e shoqërisë gjithashtu dhunohet. Ajo mbaj hyn edhe roli i arsimit, sepse patjetër janë të gjitha bashkë, janë të gjitha bashkë. Në drejtues dhe për klasat e tyre ku janë, sepse dhunojnë dhe kontrollojnë një klasë të tërë. Dhe ky është ai modeli që ne kemi nevojë ta thyejmë dhe ta eliminojmë. Altin, unë prandaj të fola për arsimin. Thjesht sepse dhunojnë një klasë të tërë, apo e mbajnë kontrollin. Jo vetëm ajo, e di çfarë ka ndodhur Altin, prandaj ju fola për arsimin, që thash kur dolët në Ministrinë e Arsimit që ishte vite më parë. Dhe sot nuk do ishim këtu ku jemi në këto. E dini ju, po ju them një që është skandal, unë e quaj skandal. Një të dhënë, përpara 4 vitesh më thot një nxënës, një student. Teatri thot profesor thot, ne thot në klasën në liceun artistik të Tiranës kishim një njerëz që vënte gjoba. I gjobiste, ti do japësh 1000 lekë, Altini 2000 lekë, sipas i dini sa të pastë. I jashtëm nga institucioni brenda dhe kishte rekrutuar këta 4-5 që tham ne. Kishte një grup i vogël kriminal. Grupi i vogël kriminal. Vetëm fjalën do ta kalojmë pak tek Altini sepse do t'i duhet që të largohet. Mirë te lekët ky. Unë dua t'ju falenderoj, më thënë edhe sigurisht t'ju përgëzoj një para për emisionin. Po është një diskutim që nuk do ta ndalim asnjëherë. Do të thënë kjo është tesa ime, do të thënë, pavarësisht se unë e di që kemi pak njerëz që kemi këtë sensin kritik të shikimit të disa fenomene negative, po vërtet zhaku mos u zgënjek të dëshall thosha. Vazhdojmë luftën. Të mundohem. Ju përshëndes. Gjithë mirat, kjo është ideja. Altin kënaqësi që të kisha të ftuar në këtë lidhje direkte. Pra ti ke një grup njerëzish të cilët janë brenda shkollës, dhe shkolla nuk i di. Po në shkollën Kosova, të kujtohet, partia në mes të Tiranës. Por po të shkojmë më tutje, po ju them një gjë që është edhe më keq. Që qeshin. Ore Ksamil, si mund të rifen në Ksamil? 10 veta ka shkolla. Po. Dhe 10 veta të rifen 17.
Pra disa vite është bëra një ekspozit në këto shkollat e mesme dhe në Laç, që unë isha e ftuar dhe kishte jashtëzakonisht shumë dhunë. Po jo, në qoftë se ju kujtohet gjaku këto komunitetet e vogla, juve e dini shumë mirë se ditë jetojnë, që janë o kushërinë të parë, o krush, o kanë qenë prindis shoqe. Pra, njihen dhe në këto komunitete të vogla, egërsia është kaq e madhe sa ka thyer çdo gjë, do të thotë çdo moral, nuk ka më, çdo normë. Pra nuk ka rëndësi që unë e ti kemi qenë në shkollë bashkë. Ne bëhemi po them, kthehemi në instinktet e kafshërisë, në momentin që çfarë? Në momentin që më the pse ma more buzën shtrëmbër dhe ma hodhe në Instagram. Ajo etika morale dhe rregullat e pashkruara që shoqëria ka për ta mbyllur këtë pjesë që thoshte edhe Altini që i ka punonjës atje. Po ndiqja një dje që ishte llaktar kote hapa në një televizion, i thoshte si është Gjermania? Mirë, thoshte, po lu boku. Mirë është në kampionat. Ishte rregulluar, ishte kuruar që thonë këta, se unë tha jo për gjitha, po jam dhe punoj se administratës publike. Ajo mund të që qa do gjëje, pa e them kështu, pa se nuk dua, ndaj femrave jam shumë i kujdesëm, shumë ashtu, po e them që ishte modele shumë e mirë. Por që i thoshte Gjermania po ecën mirë, tani do luajmë me Brazilin. Ku je ti në administratë publike? Tani gjeje ti. Dhe të nuk e kishte iden për çfarë ishte thirrur, pse ishte thirrur, e kishte vënë atje si një koket, edhe i thoshin ja shikojeni tani sa e bukur është kjo, dhe ky është modeli që ne kemi. Fakt duhet pyes pak Zhakun. Zhaku, si mendon që familja i komunikon këto tema me fëmijët e tyre për dashurinë, seksualitetin dhe tema të tilla? A komunikojnë këto tema siç duhet nëpërmjet marrëdhënies? Problemi në këtë ngjarje nuk është komunikimi i dashurisë dhe seksualitetit. Problemi në këtë ngjarje është pamundësia e familjeve për të prindëruar dhe mungesa e informacionit të adultëve për të prindëruar shëndetshëm dhe për të marrë përsipër përgjegjësi që prindi ka. Por kushtet e jetesës në vendin ton e bëjnë shumë të vështirë që dy prindër të rinë, ndoshta dhe pa edukimin dhe informacionin e duhur në një kontekst kulturor jo ashtë favorshëm, të kenë pamundësi dhe financiare dhe intelektuale dhe njerëzore për të qasur dhe për të pasur ura komunikimi të lubrifikuara me fëmijët e tyre. Patjetër që edukimi nis nga familja dhe përgjegjësia më e madhe është e prindi, por nuk mendoj që e keqja e Shqipërisë apo e fenomeneve që ndodhin tek adoleshentët bie vetëm në kurriz të prindërve. Të gjithë faktorët që ne përmendëm janë një përqindje e vogël që pastaj krijon këtë panoramë eksakt kaq të madhe. Kështu që prindi ka përgjegjësinë e vet, shkolla ka përgjegjësinë e vet, publiku ka përgjegjësinë e vet, mediat kanë përgjegjësinë e vet, shoqatat kanë përgjegjësitë e veta. Elita, establishmenti ka përgjegjësinë e vet, secili nga ne ka përgjegjësi. Domethënë ne nuk jemi të shkëputur nga sistemi në të cilin kemi të organizuar jetën dhe absolutisht nuk mund të jemi indiferent. Dhe në momenti që ne kemi një lloj indiference, atëherë do të thotë që ne kemi bërë një zgjedhje dhe vendosim që këto probleme të cilat nuk në prekin në vetë të parë, nuk janë kaq të rëndësishme sa ne të mbajmë një qëndrim. Qëndrimin s'është e rëndësishme që ta mbajnë patjetër të gjithë qytetarët, ndonse unë mendoj që çdo qytetar ka diçka për të bërë në dorë. Mund të thotë jo, mund të thotë unë nuk dua të hesht, mund të mos votoj për X forcë politike apo për një X tjetër forcë politike nëse premtimet nuk janë mbajtur, mund të vinë në protestë dhe të ushtrojë për të drejtat e veta kushtetuese, mund të kërkojë më shumë llogari, mund t'i bëj presion institucioneve. Pra janë gjitha mjete që ne si qytetar kemi në dorë dhe nuk vendosim të nuk bëjmë ose vendosim të mos përqafojmë, vendosim të mos shfaqim, kështu që jemi të gjithë nga pak përgjegjës. Nuk është koha për të nxjerrë pistoletën nga xhepi edhe për ta goditur tjetrin për të thënë ai është fajtori. Jo, duhet kthyer nga vetja. Të gjithë ne jemi përgjegjës. Sa herë që kemi ngjarje të tilla kaq të tmerrshme që ndikojnë në shoqëri dhe që e trondisin shoqërinë, të gjithë ne që jemi pjesëtar të shoqërisë jemi fajtor, kush më shumë e kush më pak, jemi përgjegjës dhe fajtor, se ka ndryshim nga faji dhe nga përgjegjësia. Ekspertët po flasin shumë për uljen e moshës nga fëmijët që përdorin substancat narkotike. Sa shqetësues është ky fenomen aktualisht? Sipas jush? Çështje tregu është.
Tregu e kërkon. Mua më kanë thirrur në një emision dhe bëj fjalë, prandaj thash bisedova me Zhaku më parë. Ore, të bëj një pyetje, keni parë ju kur shkojnë në shkollë nxënësit? Ju duket që janë për shkollë ata? Kot, një pyetje. Ata janë me kapuç, vën kapuçin kështu, celularin këtu, edhe panallonat e varur, ata ikin në shkollë. Në qoftë se këta ti quan nxënës, unë do tani bashkoj me ty. Unë s'kam problem të në rast se si ata shfaqen. Dhe ata s'kan as çantë, as libër, as gjë. Dhe ata vën. Tani për mua ka rëndësi shfaqja se unë jam njeri institucioni. Për ti kë s'ka ha diskutim. Po ti vete me celular në dorë, dhe me celular në dorë, pa çantë, dhe i thua këtij që merrje, i thua hënë. Je bë lesbike? Që merr çantë me vete? Ke filluar të mësosh? Ai quhet gay. S'ka ndonjë gjë. Ashtu, sprovove cigare. Sprovove cigare. S'quhesh. Sprovove hashashin, sapo ta thash. Pastaj ke vënë re këtu në Durrës u kapën disa herë. Në Durrës pastaj është tak më madhe se u kap dhe drejtori i shkollës. Po Durrësi është qyteti ku ka më shumë dhunë familje, ku ka më shumë femicide. Ku kapet? Kush kapet? Ka banda. Kapet Zhaku me Çinin, pse? Se këta janë shpërndarësit. Po kimistin e kapi njëri? Atë që e bie, ande që i bie në formë ilaçesh, ka kapur ndonjëherë ilaçe të cilat në fakt janë substanca droge, dhe këtu tregu është zgjeruar kaq shumë pse? Sepse këtu u tha që ne do bëjmë perimetër sigurie, tha zoti Balla, do bëjmë perimetër sigurie, do ngrimë një task force e këtu, si gjë suba. Kapin ca grupe të vogla kështu. Po prapë edhe shteti ka gjithmonë çështje punuse. Ne do marrim, ne do sillim oficer, ne do burgosim, ne do rrethojmë. Dhe çfarë bëjnë? Dhe asnjëherë nuk ka një diskutim shteti që të vi për shembull të thotë, hajdeni këtu njerëz po. E shikoni këtë substancë po. Po ta hedhësh këtu ti jep këtë efekt. Po ta hedhësh këtu ti jep këtë efekt. E shikoni në shkolla. E shikoni ndriçimin, po ndriçimi dikur ka qenë përdorus, t'ju tregoj ky se sa. Se ka plot të tillë që po dalin dhe po flasin. Dhe shumë mirë. Shembuj suksesi. Shembuj suksesi. Të flasin. Këta e kanë mendjen burr. Ke kujdes, të futa brenda. Kam organizuar policin. Ka 7 grupe. Ju tregoj unë, do vi fasti, po lërë më fasti edhe fund. Sa më shumë njerëz të ketë në burgje, aq më shumë është i dështuar shteti. Shteti ligjor dhe i së drejtës nuk është për t'i burgosur njerëzit për t'i dënuar, po është për t'i rikuperuar, për t'i ripërfshirë në shoqëri. Ai vetë quhet institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale. Nuk është institucioni i edukimit dhe promovimit të vlerave morale, shoqërore dhe njerëzore. Si të doni quajeni, dikush ta quaj shoqërore. Ka dhe një gjë për sa i përket përdorimit të substancave psikotrope për pos investimeve inekzistente, të cilat janë shumë të nevojshme për të rinj dhe për adoleshentët që kanë shumë kohë në dispozicion dhe duhen patjetër të jenë të angazhuar në diçka që mos tërhiqen dhe mos ju duket joshëse një lloj tjetër jete, të cilën mund ta bëjnë dhe më vonë kur të jenë adult dhe të kenë të pjekur lobin frontal që të mund të marrin vendime për veten e tyre. Por duke bazuar në gjithë ndodhit e fundit politike që ka ndodhur në vendin tonë dhe me gjithë këto skandale, ndalime nga Spaku dhe nga institucionet e tjera të drejtësisë, nga gjitha këto insinuime apo pista që vetë shteti shqiptar është pjesë e narkotrafikut apo organizator i narkotrafikut, me deklarata e bëra në New York Times, në Financial Times, ku krerët e vendit ton akuzohen sikur janë pjesë e narkotrafikut ndërkombëtar, atëherë unë nuk habitem pse situata në Shqipëri është kjo që është. Sepse, siç e thash në fillim fare të diskursit ton, këtu çdo gjë është komodifikim dhe një mënyrë e re fitimi, edhe fëmijët. Po, patjetër. Pastaj ka edhe një gjë. Çdo gjë është produkt që shitet edhe blihet. Ajo që thatë ju në rregull, po Eurostati sot në këtë fenomen. Kush e ka institucionet, e ka institucionet se një në kontratën sociale me kë bën ti? Po se kam mbaruar. Unë shiko, e tha Zhaku, unë kam mbaruar për histori, çfarë thuhet, kudo, unë i delegoj të drejtat e mia atij që kam votuar dhe ai të më menaxhoj jetën mirë. Ai ka të drejtë të dhunoj ty nëpërmjet gjobës. Ore se kam vënë unë atë të më dali të më bëj videoklipe të më thotë, e morët vesh ju se si ma bëri pis muri Zhaku mua, kush është Zhaku? Çfarë ke me Zhaku ti? Unë nëse jap një mendim dhe Zhaku flet, unë heq vetëm komentet thyese. Kur filloi shanj Zhaku, i them boll. Ke ndonjë mendim kundra? Ma tha kundra Zhaku, i them faleminderit. Mendimi jo. Kaq.
Po nuk merrem unë me këtë punë. Ti merru me një fakt, që Eurostati të thotë 1 në 5 të rinj në Shqipëri nuk janë as në punë as në shkollë. Po investimi për buxhetit. Ku do jenë? 2.1 buxhet për edukim. A më theti 5% në 2013 dhe ti ke 2.6%. A theti që tha Zhaku për prindin se është e lehtë t'ja themi prindërve. A tha Zhaku po në Eurostati prapë të nxori dhe të tha 47% e prindërve që kanë fëmijë nuk ju ushqejnë dot. Ndërsa 35% të pa ushqyer ku jemi ne nuk mbajnë dot veten. Pra kur këta janë kur mendoj për copën e bukës, do mendoj unë se djali a mveshi uniformë, a i tha faleminderit mësuesve. Po është piramida Maslow, është piramida Maslow, se si zhvillohen shoqëritë. Baza e kësaj piramidës janë e drejta për ushqim, për strehim. Më the që do bëj shkolla me ushqim. Pa për ushqim dhe për strehim nuk kalon dot te pjesa tjetër e piramidës. E drejta universale thot ai për të jetuar. Po si jeton me ajër, me frymën e shenjtë? Jetua o Zot më hidh ndonjë gjë. Edhe sa vite mendoni që do zgjasin këtë problematike, sepse ne shikojmë që po flitet për to. Po morën masa më? Por nuk po që i ka ndodhur administratës, ky politizimi i administratës për mendimin tim do doj minimumi 10 vjet për të rimëkëmbur nëse neve do pranojmë fajin dhe do themi duam të rimëkëmbemi për të zhbër gjithë regresin që ne kemi bërë, për mendimin tim duan minimumi një 10 vjet. Zhvillimet shoqërore janë shumë të ngadalta. Duan shumë investime që të ndodhin. Edhe në botë kuptimin shoqëror, edhe në vetdijen e kolektive të njerëzve. Janë ndryshime ku nuk ka më kthim pas, patjetër, po janë jashtëzakonisht shumë të ngadalta, duhen disa gjenerata. Kështu që shumë e vështirë, shikon, atje nuk është shiko. Atje nuk është se më caktuan mua dhe Zhakun te bashkia, mblodha një grup njerëzish dhe e pastruam Tiranën për 3 ditë dhe në rregull. Morëm ato si quhen. Sistemi është mentaliteti, është kultura e vjedhjes dhe përfitimit. Kulturën e punës, se ti thua çfarë po bën, jam në punë. Çfarë punë bën? Se di thot, po punoj në bashki. Ti tallesh me mua tani? Si? Kush jemi ne? Ka shteti fuqishëm ne jemi ne që paguajmë 38 milion euro paguajmë neve 38 milion euro për bashkinë e tjerë. Pra, ti je në këtë situatë ku e para ti ke mungesë shkollimi, e dyta ke mungesë edukimi, e treta ke mungesë të një vizioni, ku do vesh më? Ore na thua ku do vesh më? Ore të na shpjegoj njëri ku do vemi mëse. Si e parashikon si Shqipërinë në 20-30 vitet e ardhshme. Ore jemi në shtëpi, jemi tani erdhi koha. Dikush e pyet, i thot, "O Zhaku, ke bërë plan?" Kam bërë një plan për pushime po të shohim. Po ama e kam bërë një plan. Si do ta rimëkëmbësh ekonominë, bujqësinë, shkencën, arsimin, Kismet si të gdhijem nesër? Jo, më nuk është me kismet si të gdhijem nesër. Do hedhësh piketa të forta, do vësh njerëz të cilët nuk luajnë murlan, nuk vjen luajnë murlan. Ose tavëll. Ose tavëll. Luajnë murlan dhe tavëll, çfarë bëjnë plako? Sa dolën nga Brukseli po luajmë nga pak. Në Bruksel. Se na thanë se ishim mirë. Ore, a jemi mirë ndërkohë që njerëzit këtu po vdesin për bukë? Edhe atyre të rinjve i thua truthar. Sot është dita 44 e protestës dhe ne kemi komplet një ignorim nga institucionet. Jo ignorim, po pse i shoh? Edhe një arrogancë. Po pse i thua një tuf budallëshe? Ky është modeli se si ç'është kjo arrogancë? Qeverisja se nuk ka qeverisje, se si sundohet Shqipëria, është një model arrogancë ku ti që je qytetar i thjesht, merresh, zvarritesh, dhunohesh dhe në fund ditës del edhe fajtor. Dhe po ju them një gjë nga historia që më kujtohet që na i tregonte gjithmonë i ndjeri profesori Lambrofilo. Thoshte një shprehje në limit kohor. Po këtë ma lejoni njëri jeshtë. Po, patjetër. Ai thoshte, dëgjoj djema thoshte, më pëlqen shumë shpreha e David Lloyd George. Kush është profesori i Emilia? Kryeministër në vitet 20-24. Ai mblodhi kabinetin dhe i tha, dëgjoj, kuptojini gjërat që duan njerëzit pa dalë në rrugë. Po dolën njerëzit në rrugë, ne do shkojmë në shtëpi. Kënaqësi që ishit me mua sot. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve. Për këto problematika që po na shoqërojnë ditë ditës. Miqtemi bashkë do të jemi pjesën e tretë për të folur pak për koncertin e Kanye West. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.